Këto gërmadha që duken janë në të kohës së tanishme. Hitlerianët e kanë shkatruar fare qytetin e bukur të Leskovikut. Metodat gjermane të shkatrimit Në përfundim të luftës së dytë botërore, Shqipëria u gjend përballë një situate të rëndë infrastrukturore, ekonomike dhe sociale. Lufta kishte lënë pas një territor të dëmtuar, ku një pjesë e konsiderueshme rrugëve të komunikimit ishte shkatruar ose e pakalueshme. Urat mbi lumet kryesor ishin shembur dhe portët detare funksiononin me kapacitete të kufizuara. Hitlerianët duke u tërhequr e kanë shkatruar të tregtisë jashtme të Shqipërisë. Ata I kanë hedhur nerë molet dhe bankinat, kanë mbytur shumë vapore dhe varka. Këto dëmtime nuk kishin vetëm karakter teknik, por ndikonin drejt për drejt në jetën e përditshme të popullsisë dhe në aftësinë e vendit për të funksionuar si një hapësirë e lidhur ekonomike. Në shumë zona ndërprerja e lidhjeve rrugore dhe urave kishte krijuar izolim real mes krahinave dhe qendrave të banuara. Qytetet dhe fshatrat e largëta kishin vështirësi në furnizimin me produkte bazë, ndërsa lëvizja e njerëzve dhe e mallrave ishte e kufizuar ose e pamundur. Kjo situatë bën të vështirë jo vetëm tregtinë, por edhe organizimin normal të jetës sociale dhe administrative. Në këto rrethana vendi nuk mund të përqendrojë në objektiva afatgjatë zhvillimi. Nevoja kryesore ishte rikthimi I funksioneve bazë të shtetit dhe I kushteve minimale për jetesë. Pa një rrjet funksional rrugësh, urash dhe mjetesh transporti, ekonomia nuk mund të qarkullonte dhe as popullsia nuk mund të siguronte nevojat më elementare të saj. Normalizimi I jetës së përditshme vari drejt për drejt nga rindërtimi I këtyre lidhjeve themelore. Dhe çështja drejt triumfoi. Populli shqiptar me luftë fitoi Republikën e tij demokratike popullore. Qytetarët e shtetit të lirë I kuptuan detyrat e tyre dhe rinia filloi menjëherë të pastrojë gërmadhat dhe shkatrimet që la lufta. Filluan të ndërtohen fabrika, filloi të ndërtohet shteti I ri socialist. Rinia shqiptare është kudo shembull. Gjithka, ku është nevoja, shkojnë brigadat vullnetare. Vullnetarët janë mbledhur për të ndërtuar kurudhën Tiranë-Durrës. Jo shumë kohë përpara transportet bashin me kuaj dhe gomar. Sot ndërtohen kurudhat. Për këtë arsye, pas lufta u karakterizua një përqendrim I menjëhershëm në rimëkëmbjen e infrastrukturës së komunikimit, si parakusht për çdo proces tjetër stabilizimi. Rrugët, urat dhe portet nuk përbënin thjesht vepra ndërtimore, por ishin mjeti kryesor për të dalë nga izolimi, për të lidhur territorin dhe për të krijuar kushte minimale që jeta ekonomike dhe sociale të rifillonte gradualisht. Në gjithë vendin po rregullohen komunikacioni I rrugëve. Janë përsëri të rritë shqiptar ata të cilët hapin një rrugë të re drejt sardhës më të mirë. Vendosen themele të fortë, gur mbi gur. Në rrugën e re shkon e gjithë Shqipëria përpara. Si pararoja është rinia, garanci për arritjen e qëllimeve. Një nga ndërhyrjet e para dhe më urgjente në periudhën e pas luftës ishte rindërtimi I lidhjeve të komunikimit ndërmjet zonave të banuara. Pa ura dhe rrugë funksionale, territori mbeti I fragmentuar dhe I paaftë për të garantuar qarkullimin normal të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve. Për këtë arsye, puna nisi fillimisht me zgjidhje të përkohshme, që synonin të rikthenin lëvizjen minimale dhe të shmangnin izolimin e plotë të krahinave të prekura. Në lumet kryesor ngriten ura të përkohshme të vendosura në pika strategjike, ku lidhjet me zonave kishin qenë jetike dhe para luftës. Këto ndërtime shërbyen si zgjidhje emergjente, duke mundësuar kalimin e njerëzve dhe mjeteve në kushtet e një infrastrukture të dëmtuar rënd. Më pas, paralelisht me stabilizimin e situatës, nisi ndërtimi I urave më të qëndrueshme, të cilat synonin të rikthenin funksionimin normal të rrjetit të komunikimit.
Procesi i rindërtimit u zhvillua shpesh në kushte të vështira teknike dhe materiale. Mungesa mjeteve moderne, e materialeve ndërtimore dhe pajisjeve të specializuara bëri punën të ngadalë dhe kërkonte zgjidhje të përshtatura me realitetin e kohës. Megjithatë, këto ndërhyrje ishin thelbësore për të rikthyer lidhjet mes qendrave të banuara dhe për të garantuar funksionimin minimal të territorit. Paralelisht me ndërtimin e urave u ndërmorin punime për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugor ekzistues. Segmentet më të dëmtuara u rehabilituan ndërsa lidhjet mes qyteteve dhe fshatrave u normalizuan gradualisht. Kjo ndërhyrje nuk ishte vetëm rëndësi infrastrukturore, por ndikonte drejt për drejt në rikthimin e qarkullimit ekonomik dhe në përmirësimin e aksesit të popullsisë ndaj tregjeve, shërbimeve dhe qendrave administrative. Rikthimi i komunikimit territorial krijoi kushtet bazë për rifillimin e jetës ekonomike dhe për lëvizjen më të lirë të popullsisë. Pa këto lidhje, çdo përpjekje për stabilizim do të kishte mbetur e kufizuar. Prandaj rindërtimi i rrugëve dhe urave u shndërrua në një nga shtyllat kryesore të fazës së parë të rimëkëmbjes së vendit. Rindërtohet me shpejtësi porti i Durrësit i shembur nga armiku. Gjithë vendi po ndron fytyrë. Me gjithë pengesat dhe sabotimet e kryshëve të imperializmit trockist-vetitist, populli shqiptar i udhëhequr nga Partia Komuniste edhe bazat e ndërtimit të një jete më të mirë. Rikthimi i komunikimit territorial krijoi kushtet e para për rimëkëmbjen e transportit, një sektor vendimtar për funksionimin e ekonomisë së pasluftës. Pa mjete transporti dhe kapacitet e lëvizje, edhe rrugët dhe urat e rindërtuara nuk do të kishin pasur efekt të plot. Në këtë fazë u bëhet domosdoshme të evidentoheshin mjetet ekzistuese të transportit, gjendja e tyre teknike dhe mundësitë për rikthimin e tyre në përdorim. Një pjesë e mjeteve automobilistike dhe detare u vu sërish në funksion pas ndërhyrjeve për ndreshje dhe mirëmbajtje, ndërkohë që mungesa pjesëve të këmbimit dhe pajisjeve teknike vështirësonte procesin. Riparimet shpesh realizoheshin me mjete të improvizuara dhe me zgjidhje praktike, duke synuar rikthimin gradual të kapaciteteve transportuese. Transporti rrugor dhe ai detar u përqendruan kryesisht në nevojat bazë të popullsisë dhe ekonomisë. Prioritet kishin furnizimin me produkte ushqimore, lënë të para dhe madhra të domosdoshme për jetën e përditshme. Me kalimin e kohës, qarkullimi i madhrave dhe udhëtarëve nisi të normalizohej, duke arritur gradualisht nivelet e krahasueshme me periudhën e paraluftës. Ky rikthim i transportit ndikoi drejt për drejt në gjallërimin e tregut të brendshëm dhe në lidhjen më të fortë me zonave prodhuese dhe qendrave të konsumit. Lëvizja me rregullt e madhrave krijoi kushte më të mira për stabilizimin e jetës ekonomike dhe për përmirësimin e furnizimit të popullsisë. Hekurudha Durrës-Tiranë ka një rëndësi të madhe ekonomike për vendin tonë. Në anën e hekurudhës shpejtohet transporti i malldave, i materialeve, i pasagjerëve, duke eliminuar kështu një numër të madh automjetesh, të cilat do të shërbejnë në qendra të tjera. Rruga na shpije në limanin kryesor, në Durrës. Këtu hyjnë vaporet e ardhur nga Bashkimi Sovjetik dhe vendet e demokracisë popullore. Këtu çdo gjë ishte e shkatëruar nga zaptuesit fashist. Sot vinçat vigane shkarkojnë makina e pajisje për fabrikat dhe uzinat e reja. Ditët të tëra ka udhëtuar vapori sovjetik për t'i sjellë Shqipërisë ndihmën e sovjetëve. Këto makina bujqësore janë dëshmi e miqësisë së popujve shqiptar dhe sovjetik. Në kushtet e një ekonomie të dëmtuar nga lufta, portet detare luajtën një rol kyç në lidhjen e vendit me tregjet e jashtme. Rimëkëmbja e tyre u pasi një domosdoshmëri për sigurimin e madhrave që mungonin në tregun vendas dhe për rifillimin e këmbimeve tregtare. Fillimisht u ndërmorën ndërhyrjet e shpejta për rikthimin e funksionalitetit minimal të porteve kryesore.
u ndërtuan strukturat e përkohshme ankorimi, u pastruan dhe u sistemuan hapësirat portuale, duke mundësuar shkarkimin dhe ngarkimin e mallrave. Këto masa krijuan kushtet që portet të rifillonin aktivitetin dhe në kushte të kufizuara. Me kalimin e kohës, kapacitetet portuale u zëruan dhe qarkullimi detar u rrit. Portet e Durrësit, Vlorës, Sarandës dhe Shëngjinit u përfshin gradualisht në këtë proces, duke ndihmuar në furnizimin e vendit dhe në normalizimin e marrëdhënieve tregtare. Hapja drejt detit përfaqësonte jo vetëm një domosdoshmëri ekonomike, por edhe një hap të rëndësishëm drejt daljes nga izolimi pas luftës. Si e lanë, po si do ta gjejmë më mëdheun e shtrenjtë? Ja edhe Tirana, me shtëpi që rriten varg e varg, e zhytur në gjelbërimin e parqeve. Ndërkohë që infrastruktura dhe transporti por i mëkëmbëshin gradualisht, një nga problemet më të mprejta mbetej strehimi i popullsisë. Lufta kishte lënë pas një numër të madh banesash të djegura ose të shkatruara, duke detyruar shumë familje të jetonin në kushte të përkohshme dhe shpesh të pasigurta. Në mungesë të materialeve dhe burimeve të mjaftueshme u aplikuan fillimisht zgjidhje emergjente për strehimin e popullsisë. Ndërkohë nisi procesi i rindërtimit të banesave, i cili ushtri veçanërisht në zonat më të prekura nga lufta. Ky proces kërkoi kohë dhe organizim, por ishte thelbësor për rikthimin e stabilitetit social. Strehimi nuk ishte thjesht çështje ndërtimi, por një element kyç për rikthimin e jetës normale familjare dhe për përmirësimin e kushteve të jetesës. Rindërtimi i banesave krijoi bazën për një stabilizim më të gjerë social dhe ekonomik. Pas luftës, jeta ekonomike e vendit u përball me vështirësi serioze. Mungesa e mallrave që rregullimi i tregut dhe rritja kostos së jetesës e kishin rënduar ndjeshëm situatën e popullsisë. Në shumë raste furnizimi me produkte bazë nuk ishte i sigurt, ndërsa tregtia private funksiononte në kushte të paqëndrueshme, duke krijuar pabarazi dhe vështirësi për shtresat më të varfra. Në këto rrethana u ndërmorën masa për të garantuar furnizimin minimal të popullsisë dhe për të vendosur rregulla më të qarta në qarkullimin e mallrave. Qëllimi ishte stabilizimi i tregut dhe sigurimi i produkteve të domosdoshme për jetën e përditshme, në një kohë kur ekonomia ende nuk kishte kapacitete prodhuese të mjaftueshme. Rikthimi gradual i transportit dhe i komunikimit territorial ndikoi drejtpërdrejt në përmirësimin e tregtisë së brendshme. Mallrat nisën të qarkullonin më rregullisht me zonave prodhuese dhe qendrave urbane, duke lehtësuar furnizimin dhe duke ulur presionin mbi jetesën e përditshme. Ky proces nuk solli menjëherë mirëqenie, por krijoi kushtet për një stabilizim të ngadaltë ekonomik. Tani, në përkodra e Lugina, gjithkund ku vlojti lufta për liri, shqiptarët mbledhin ekshtrat e të rëndve dhe i kthejnë në ndër qytetet e fshatra, dhe të pushojnë e rojnë të ateut atje ku lindën dhe jetuan. Lufta kishte lënë pas një numër të madh njerëzish në nevojë. Invalid, jetim, të moshuar pa përkrahje dhe familje që kishin humbur çdo burim jetese. Përballë kësaj situate, organizuan forma të strukturura ndihme për të garantuar minimumin e jetesës për kategoritë më të prekura. U krijuan mekanizma për sigurimin e ushqimit të përditshëm dhe për mbështetjen materiale të atyre që nuk ishin në gjendje të përballonin vetë pasojat e luftës. Këto masa kishin karakter emergjent dhe synonin të shmangnin përkeqësimin e mëtejshëm të kushteve sociale, në një periudhë ku varfëria ishte përhapur dhe burimet ishin të kufizuara. Ndihma sociale u pasi një element i domosdoshëm për stabilizimin e shoqërisë dhe për ruajtjen e kohezionit social. Ajo ndihmoi në përballimin e plagëve më të rënda të pas luftës dhe krijoi një minimum sigurie për shtresat më të pambrojtura. Rikthimi i komunikacioneve, normalizimi i transportit, rindërtimi i banesave dhe stabilizimi i tregut krijuan gradualisht kushtet për një jetë më të rregullt. Qytetet dhe fshatrat nisën të lidhen më ngushtë mes tyre, duke formuar një hapësirë më funksionale ekonomike dhe shoqërore. Kjo periudhë nuk përfaqësonte ende zhvillim të qëndrueshëm, por një fazë kalimtare stabilizimi. Qëllimi kryesor ishte rikthimi i funksionimit normal të shoqërisë pas një periudhe shkatrimi të thellë. Hapat e ndërmarrë në këtë fazë krijuan bazën me të cilën do të ndërtoheshin proceset e mëvonshme të organizimit ekonomik dhe social.